Përshëndetje njerëz, mirë se erdhët në eventin e radhës. Sot jemi në qytetin e Drenosit, bashkë me aty Haroma ashtu. Do të më bëni video sot interesante. Ka kena më shkuar sot halo. Po herë përshëndetje mbar natyrë më rrosane se ina shumë. Ja u për spital. Tornon Kosovën apo për spital. I kena smu videat. Rima nalt. No të nalt. Këtë në rrit. Mama na unë fikir. Jo më pas të dy. Çdo që atë shimi pas pak atë. Apo nisëm? Nisëm. Me këlla kjerë në harap? Parking, ha? Si o qëzore, jam po shkojnë atë parkingi i ri që ka bëllë dhe nasë qyrë më që me qenë të kjerë ka parkimit për harap me të këtë. Pa pëshe që të me bo për një vetja. Më merë me të lipo që. Dag? Hajde. Ko pas ma ka morë hajtë E ka përgjerë, rafshe, asë të në të parkiru, harom. Ma mohin parkin. Qëra të gëllë. Beshe. Të gëllë të njëra. Parkingi kërësura o shkjo, parkingi madhë shkjo, i sitë. Shikë, parkingi madhë. Po të ka me një. Ok, përshëndetje njerëz, jemi këtu në fshotën Llapushnjek, gjendemi tek Kruni Bajram Haxhis në Llapushnjek. Ky kranosh këtu që ja ka xhamati është, që 100 vjet të kusur, që tash pas kanë renovu pa gjehat në drejt, që pas kanë shtru pak, se fon veç çaj, se fare gipi me ujë, tash pas kanë pak më mirë. Mirë pas kanë investu pak. Është krejt me historike. Ky ujë vjen direkt me pjeshkë. Direkt me pjeshkë vjen drejt këtu. Ujë këtë. I litë.